Heshtja e gjestit ka arritur në një pikë ku Nubi ka shpërthyer dhe ka shpërthyer ashpër. Në një video të postuar në Instagram, ai me një këngë e cila ka një tekst goxha goditës, shigjeton të gjithë ata gazetarë, por edhe gazetaruck që kanë tentuar apo kanë hedhur balt mbi rrugtimin që Gjesti ka pasur që pas daljes nga Big Brother. Shumë është përfolur për të, shumë është ushtruar presion dhe shumë është keq përdorur emri i tij për të përfituar klikime, por nga ana tjetër edhe për të marrë apo për të vjedhur audiencën e madhe që ka Gjesti, përkundrejt zërave të veçkël që shprehen që Gjesti është shuar si personazh apo nuk e ka më pulsin siç ka pasur në Big Brother. Padyshim që vëmendja në Big Brother ka qenë 24/7 dhe çdo sekond të rrugtimit të tij në të dy Big Brother ka shërbyer si një magazin, ose më saktë, si një tren ekspres, ku ka dhënë pafundësisht situata dhe ka mbajtur emisione dhe portale me ushqim. Tani më që ka dalë nga Big Brother, që po shikon karrierën e tij dhe ka vendosur të mos flasë për jetën private, për dy apo për dikë, Gjesti nuk po dhez, nuk e ka më famën apo nuk është kërkundi. Nëse me gjeni një emision të showbizit apo të temave sociale ku nuk përmendet Gjesti, ku nuk përmendet emri i tij edhe në intervista që u bën kolegëve të tij, atëherë unë do të them që po, Gjesti nuk është më një personazh. Padyshim, ai është personazhi i këtij sezoni veror, duan apo nuk duan disa zëra. Ai ka treguar që do të sjellë këngën e tij më të re, Gasolina, dhe së shpejti do të lançojë edhe albumin e ri. Nga ana tjetër dua të theksoj që në kanalin e tij në Instagram, në ato grupin, ka 53.000 njerëz që janë aty dhe presin dhe kënaqen kur Gjesti i dërgon materiale. Të gjithë duhet të kuptojmë që ai rrugtim që Gjesti ka pasur në Big Brother nuk mund të vijojë me të njëjtën ritëm dhe nuk mund të vijojë me të njëjtën konsum dhe me të njëjtën shpërndarje të jetës së tij, se çfarë ndodh pas kamrave. Sigurisht ka qenë një epokë, ka qenë një kohë, ka qenë një periudhë ku Gjesti padyshim jetën e tij e vuri përpara kamrave, por siç e vuri ai, edhe të tjerët përfituan nga kjo gjë, që padyshim dhe Gjesti ka përfituar. Por çdo gjë ka një limit, ka një konsum, ka dhe një stop. Tani më ai është në fazën, si gjithë kolegët e tij, që është në koncerte, prodhon këngë dhe nuk ka pse të jetë më në presionin apo në trysnin për të folur apo për të ndarë me publikun materiale. Sigurisht që kjo vjen nga dëshira e madhe që të gjithë duan që Gjesti të flasë, të tregoj apo të ndaj gjëra personale nga jeta e tij me publikun, për mos së shumti me median, ku është kritikuar në thonjza sepse nuk ka intervista. Po ku do t'i ketë ai intervistat? Është nga një tur në tjetrin. Ndoshta kjo është edhe një mënyrë për ta mbajtur atë në kornizat e një pakete që e tregon atë vetëm artist dhe jo të konsumohet ana e tij personale. Ai ka treguar, por edhe ka ndarë ku ka qenë në për koncerte, si me fotot që i ka dërguar fansat që ai ka puthur reglin, se kjo është edhe në këtë pikë çalon e gjithë gjëja, që ai duhet të tregojë dhe duhet të ndajë çdo gjë. Çfarë po ndodh me Tisti dhe Eglin për të qenë të lumtur, le të themi, këto portale apo këto media që konsumojnë kaq lehtë dhe duan të përfitojnë nga Gjesti. E kuptoj të gjithë nervozizmin apo edhe të gjithë revoltën që kishte Gjesti, por aq ishte një sekond në rrjetin social ku ai ndryshoi komplet qasje, ku me ndjekësit e tij ndau se do të vi pikërisht me këngën më të re, Gasolina, e cila do të publikohet këtë ditë. Padyshim që do të jetë një hit tjetër, siç ishte edhe Veshu Ndrequ. Jo sepse Gjesti është Gjesti, por sepse ai ka një lloj kornize, ka një lloj personazhi të veçantë dhe unik në këtë showbizin ton, i cili rëndomt po lidhen me njëri tjetrin dhe të gjithë e dim se për kë e kanë fjalën. Nga ana tjetër Egli, edhe ajo nuk ka qëndruar në heshtje me ndjekësit e saj, ku është prerë e lumtur për të gjithë mbështetjen që po merr, por edhe për të gjithë suportin që po i japin, siç ka treguar që këtë ditë do të xhiroj këngën më të re
që mund të jetë e titulluar Nata dhe të dalë së shpejti në bashkëpunim me Sergjon. Nga ana tjetër, ajo i ka kërkuar, madje e përullur ndjekësve që të mos harxojnë asnjë cent duke i dhuruar asaj dhurata, pasi i mjafton mbështetja që ajo merr dhe dashuria që merr nga këta të fundit dhe nuk do që fansat e saj që janë të shumt të pafund të shpenzohen në diçka materiale për të. Nga ana tjetër do të ndalem pak edhe tek gocat e mia tek Supernova, pasi ditët kalojnë dhe situatat nxehet. Një situatë e cila është komentuar jashtëmase në rrjetet sociale është pikërisht deli që ishte mbrëm, një provokim i vogël që bëri Nina duke i hedhur paksa ujë në kokë e Donës, që sigurisht eskaloi në një debat të fortë ku deshte ndërhyrja e Sarës, që për disa ishte një ndërhyrje me vend dhe i qetësoi le të themi ujërat apo tensionin e krijuar mes vajzave. Sigurisht në një format si Supernova, ku pikë së pari vajzat janë aty për të qenë modele, por në këtë trajtën e re që është dhënë në Klan Kosova, sigurisht që po vjen me një lloj pakete ku duhet edhe të japësh diçka nga vetja jote për të krijuar apo për të pasur, le të themi një lloj raporti apo për të parë se si je ti në përballje të situatave dhe duhet ta themi dhe të gjithë e thonë që Nina është aty dhe nuk ka frikë apo nuk guron të përballet me situatat. Donse ka pak raste që Nina le të themi është më drejt për drejt se ç'duhet, pasi ky lloj le të themi force që ajo ka, një grua e fortë, ndoshta për disa mund të jetë edhe e ngacmuese, por një format si ky ku kërkohet të ketë një personalitet, pra Nina po e tregon që personaliteti i saj është i fortë, guximtar, që flet troç dhe nuk fshihet pas krave apo të bëj thashë theme siç mund të bëjnë të tjerët. Nga ana tjetër, siç e thash, gara po vjen edhe po bëhet më e fortë. Se kush do të eliminohet, këtë do ta shikojmë në prajmin e së premtes, ku vajzat e forta janë në një garë për të qenë Supernova e parë në Kosovë. Si gjesti, por edhe Nina kanë diçka të përbashkët, nuk nxehen lehtë dhe i mbajnë nervat, gjë që për vajzat e tjera aty nuk e pash këtë lloj qetësie, pasi besoj që do të jetë prekur nga veprimi i Ninës, që edhe këtu ka një lloj diskutimi duhet bërë apo jo, por siç e shpjegoi edhe ajo që ishte një hedhje e lehtë e ujit për shkak të një sfide që vajzat nuk kishin bërë, nuk kishin zbatuar orarin për të qenë në 9 të mëngjesit në hallin e Hotel Sharrit në Prizren, pasi do të kishin një organizim dhe kjo gjë i penalizoi ato si grup dhe Nina padyshim ishte aty e para e zgjuar dhe me të drejtë mund të kishte një lloj revolte, por këto situata ndodhin, por e rëndësishme është si ta menaxhosh atë, pasi kjo tregon edhe anën tënde më të mirë, gjë që e Dona nuk është se arriti, por me të drejtë u prek dhe reagoi ashpër.